fshatin Marec, është një ndër fshatat më të mëdha të komunës së Prishtinës, në lagjen Vakovc, konkretisht te Agron Makolli, të cilin e falenderoj që ka pranuar me kon pjesë emisionit Tradita tona. Agron, faleminderit edhe zot po bërë për çdo muhabet, çdo sen që ke bërë tash për neve. Jakub, faleminderit shumë që ke ardhur, ke gjetur ku me ardhur. Edhe se kjo punë është shumë e mirë, kjo punë, mua dëmon ka pëlqy shumë, se aty janë harruar odat, aty janë harruar senet e vjetra, tash të dëmon përshkojnë tu atë rigjallue. Ato më të vjetra, Po, sigurisht që po. E ti shumë mirë ke bërë që ke dalë, e falenderoj shumë. Edhe unë falenderoj ty. Po mirë shumë. Se e ke për detyrë na me dalë, me hulumtu, me gjithë, ku ka oda, se qëre puna odës është punë e madhe. Me kena përmend gjithmonë që oda është shkollë, ka qenë shkollë. Sigurisht, po. Jënë treguar tregime ndryshme për kreshnike, për heroje, për gjithçka ka qenë oda. edhe pralla, jënë pajtu gjoqe, jënë dhonë, kanë bo martesa njerëz, domethënë shumë sene u bo nod. Golloku u shue, në atë kohë po flas edhe gjithmonë për punën e odës, për punën e mikpritjes mosafirëve për çdo sen. Jo vetëm si janë atë Gollokut, po e ka çato e ka. Unë agron peshori jot e pas ke bo diçka shumë interesante. Po më mirë. Jo më mirë është oda, nuk është oda, keqja e mirë është atë, jo më nuat me bë sa më mirë pak, po mirë është, atë mirë është, nuk është keq. Nuk po du me shti shumë fell me hi muhabet se na muhabeti jonë sot punimi i drunit. Se ti e ki si profesion punimin e ki disa profesione tjera, po ma shumë po flas në armë u fokusu te punimi i drunit. Po para se me hite punimi i drunit, po du punën e odës. Sigurisht kjo odë, ndoshta është i përket kohës ma vonë e ke punuar, nuk është shumë e vjetër, apo është e vjetër, është e renovuar vërtetën. Odë këna pas gjithë. Unë e pese më men vetën, odë këna pas gjithë, edhe odë në këmë pas dhe mund këtë vend. Po mu shpia mas lufte, mu pat kallë, edhe e këmë ba odën që shë këmë pas. Dëmonë që gjendje u konë odë që shtë. Kjo konë e njëjtë zënë. Dëmonë u konë jëtë që ka qenë madhe, me vëgël ka qenë pa. Edhe e këmë ba odën që këmë pas, se pa odë s'kemi nejtë korë. O gjoku qështu konë. O gjoku konë qështu. Unë peshodhe një dru i vjetër, kjo sigurisht është i përket kohës. Sigurisht në bakë e këmë rregullu në ashtë atë ma mirë në ikonë, në sen, po oda ka qenë qështu. Edhe pa odë s'kemi nejtë korë, asë nuk do të rri pa odë korë. Apo ko musafir? Po, ko musafir, se the mushi o në odë, mushi atë shahire, mushi vinë atë kush mos i vjen të odë, është kjo odë, atë vinë, atë thire, atë mësë mosh një thire me zë i vinë. Çdo ka thonë poçin ku me orë. Po poçin ku me orë. Edhe ka thonë inshallah ko kush i pret. Atë në sa më mirë është ai se edhe oda e lyp një njeri për shkak se është mas fol marakli, din me prit musafirin, din me neru. Po në marak me fjole, me muhabete, me gjithasë me prit në odë. Koha sot në krahasim me kohën e kaluar është më shumë njeri po ko nevojë për një muhabet mirë, për një llaft mirë, për një përjetim, një ngjarje, për më tregu për shkak motrive që ka qenë më herët e çdo sen, se për më shku, valla, si këtë nere kesh të filoni ma qitin një pite të mirë. Sot nuk shko kërkush me honë, sot shkon me bolla, muhabet, mu knaqë. E më tregu motrive se që ka qenë për një me puna e odës. Po me konë oda e mirë, normal se do të me punu me konë edhe punimet e mija, punimet interesante. E këtu agron për shoh punime interesante shumë edhe sidomos punimet me dru që ti thash e ke punu vetë. Vetë, po. Para se me një ndetoje ty si agron, që të lindi kështu si ide ose pse e morë bashkë me punimin e drunit, kur ko mund si në Gollak me punu ani pse është me dru, po me punu pun tjera, po flasë atin, po me dru. Po shoh punime, jo është not, unë po shoh do punime që kena mi po më vonë tjera shumë interesante. Si kusht shtyni me hin këtë për... Jakob, unë me këtë punë, thuj se leje rrit me këtë punë, dëmonë atë, baba jam ka qenë mjeshtër, atë i drunit. E kum po në ato, më ka thije shumë herë atë poja një më me jem shkuj këm një mu jem shumë mastina.
Po, e kum dashur edhe unë punën e drunit. Jo që jam në mirë është çaçi hull, për shembull, po E don. po e du. E mos e du, domthon atë e punoj. Po jo që është mënyrë siç duhet për me punua, po mirë punoj, se punoj keq edhe më të jem marrë me këtë punë, baba jam kur pa të blej maqinë për me gdhen drunin ka qenë viti 78. E pe atyit, unë si fëmijë më konë, e marrësha skija Mozavit. Po. Po, e të një hajtë të marru një skija. Me ato toje, që bëjsh me këtë me do rry, pa me do. Urëzoj që a i thejsh, a mundi me marru tjetërën. Edhe e të një hajtë, tu mësu, qështu, njëri dëman tu po, tu prejkë, tu mësu, edhe... Nuk e ke ndo, faktikisht, drunit edhe punon. E tashti, se një kohë hupi ai qefi drunit, atë nuk e dëshim fort njerëzit, atë ka ndosh, apo jo shumica e njerëzit, tashti ka atë u rikthy përsëri. E tashti shumë po pyesin për shembull për këtë drunë, për ato gjake, për këtë Trapazan. po trapazane për këtë. Atë janë të interesuar tash njerëzit. Edhe unë i kam dhe mjetë, i kam, se jo bashkë që është mjetë të mira, po i kam atë... Për nevojët tua, sigurisht. Po, për nevojët mija i kam, edhe punoj me të vazhdimisht. Atë ku më shite, po më lypë njerëzit, atë ndëvonat mirë shite, mirë është, nuk është keq. Ti the punoj me druë, ke morë zanote sene, Po. druni, cili dru ma shumë, edhe pse unë e dim, po është për punën e shikuzve. E shikuzve, po. Cili është dru ma i shpesht, po flasë këtu ma, që është ma gollak, mares. Gollak, Jakob, ka lloj, këtu ka shumë lloj drune. Për maj mire, maj fort është ohe bungu, të fort. Ohe me najtë, atë mësë me rogë shivë, s'ka lbet kur. Atë bungu mësë me rogë shivë, atë s'pishet kur. Hish kur. Po ka dhe lloj, atë, për shembull e kemë qërshin, frashnin, ponjen, ka shumë, po qare, shelnje, ka shumë, lloje do vënë që janë shumë tjeshme, po si ohe bungu të fort nuk janë asnjë. Sa frashni është i fort, atë si të dyja, e tjetë janë më të buta, po e kanë atë jeshin e mirë, kanë se ti drua ka atë jeshin e vetë, atë e mirë. Në zakonisht, për shembull, do të përpara se përpara nuk kanë qitë plok, si kuna sot për shembull me beton, se disha. Po kam pos dru me traj. Po me dru, me traj, për Po shembull. zakonisht i kam bo atë bungut të qartë, atë, po... Domthonë është më i furt, më i kam bo, po ja ku bungut i kam bo, se tuta të pëspjelshën,